Shuj? Shoka buhet më shumë. Shoka vjen më. Ka hini më kë? Një lule që më ka qelë mram, pret të zot me të mira tuja. Bravo Olsi! Bravo Olsi, bravo! Ta të nëjë këto pakës për me nga dëgju më mirë. Olsi dhe violina ti, Olsi Gjoshi, meshte me të dashur, është me mu në studio. Olsi, mirë mëngjes. Mirë mëngjes Edi. A mujte? Po, qështë e një? Qysh je? Mirë. Qysh përdoket këtu vendi studio, apo të pëlqen? Shumë bukur, gjelbrem, natyrë shumë bukur. Njerëz hecin, na përshëndesin. Po. Edhe na i përshëndesim njerëz gjithashtu. Olsi e të lumshin durt mas pori. Shumë vendet. Ti je halon në shkollë? Jam po, tash dalim vit 3 në shkollë muzikës. Vit 3 shkollë muzikës? Po. Qysh është shkolla mesme Olsi në shkollë muzikës? Është më pak njerëz, është... Qysh është? Qashtot është, jena vetëm 3 klasë. Po. Është me një paralele, për shembull viti i parë një paralele, viti i dytë një paralele, po ashtu edhe viti i tretë. Po. Interesimi ka ra, me sa po duket, ka ra shumë. Për shembull unë në klasë i kam vetëm 11 vet. Jena 6 djem edhe 5 vajza. Ka ra shumë dukshëm ka ra interesim. Do të gjithë janë violina? Jo. Ajo, shkolla mesme është komplet, janë këtë klasa bashkë. Po. Okay. Jena këtë klasa bashkë, për shembull dikush piano, dikush violin cello, instrumente ndryshme. Mirë, shumë Olsi, po më vjen shumë mirë që e ke vazhdu, se zakonisht shumica e lojnë shkollën e muzikës. Po, e lojnë. I pengon pak jo solfeggio, jo kjo, i gjojnë vetit arsy për milion. Qashtot është. Me të kallëzu drejt edhe unë kum pas dash milion, po në ka ardhur dikur inspirimi, ku kum nik muzikën popullore. Po, atë ka inspiru Daja Blenda jo? Më ka inspiru shumë. Daja Blenda më ka shtin muzikë, po. Ma ka bërë në cilin instrument për ki të qef me i, unë ma shtin qef. Po. Se atjerë ku i më kom fmi. E kom zgjedh violinën, edhe shëqër zote të halojë me ta. Mirë shumë, më bje shumë mirë. Për ndryshe, Olsi është edhe pjesë e grupit Rilindja, apo? Po. Qysh po kaloni me grupin? Kalojmë shumë mirë, jena me aktivitete gati çdo javë, 2 herë në javë, 3 herë në javë, zakonisht vikendeve. Ka po shkoni më shumë? Më shumë t'i bëjmë muzikë në Prishtinë. Në Prishtinë kena epicentrin. Po bëjmë muzikë, po. Në lokale, a? Në për lokale, koncerte. Tash jena disa koncerte. Jena një unik mohan do festivale. Është festivali uniku, është shumë i mirë, po. Ka drejta me s'kofsha gabim. Olsi të lumë, djali më i mirë më hallës, po thot Petrit Iliriana Vula. Faleminderit shumë. Të ngjel Ilirianën. Po. Më hall, normal gjen. E çu shpje presin atje në Prishtinë, bashkë më intereson. Apo duket pak më interesant, pak më çudi. Duket interesant, tash ku na shohin edhe moshat, se grupin e kena kon deri vonë 4 vet, tash na bë 5. Edhe kështu, a keni ndajt noja që shu po? Jena rrit. Po. I kena marrë edhe ideal, i cili ka emrin Ilir Çorri, e përshëndes. Ajo është me çfarë instrumenti është? Është me instrumentin e kontrabasit, e ka kryer diplomimin. Po. Tash me një grup është me instrumentin e Ilir ndohet ka qenë këtu një herë me se di me kënd, ka qenë një herë në studio, po. Është një instrumentin e kontrabasit, po me grup bën muzikë edhe me gitarë edhe me kontrabas.
Aha. I bjet 2 instrumenteve. Ani po më pëlqen fakti që keni shtu kontrabasin në grup, se është shumë instrument i mirë, sidomos mu personalisht pëlqen. E pas kemi një pyetje shtu për ty. Pyetja për Musafirin studio është, çka është më lehtë për ju? Me mësu notat e muzikës apo me u marr me matematik? A mendoni se njeriu lind me prirje për njërin apo të dyjat i mëson nëse ka vullnet? Lali. Po, pyetje shumë e vanë. Normal, edhe muzika edhe matematika kanë vështirësinë e vet. Po. Mu për veti s'ma ka dashur për matematikën. Po. Si edhe këtu në Gjakov. Po. Se s'ju pëlqen për gjeneratave të reja. Edhe që ato jem fokusu ka muzika. Për mu notat ma kallajshme mu ka ndokë muzikës. Sidomos tash i kemi mësu tash fol kallaj. Po, sidomos muzika popullore është edhe pa nota. Duhet mi nxerr me vesh. Po. Për shembull, është një incizim e ndajnë ngon 2-3 herë derisa të fiksohet, pastaj e lun. A lejohet edhe kjo, a? Po. Domethënë lejohet me bosh kështu. Përshëndetje Edi dhe stafit edhe Majmuni, Qika Lena po çuditet me qeverinë e Kosovës. Jeni hirë në vim jo atja, Qika Lenën e përshëndesim shumë. Po normal, ku mos më çudit me qeverinë e Kosovës, ai ka shen, ka bojnë pala xhama. Përndryshe Olsi, çtash në kohën e fundit e ki bo një valle. Po. Valla e Permës Marikaj. Qartë. Çfarë origjine ka kjo valle? Kjo valle ka origjinën prej fermës Marikajve, ku ndodhet në Shqipëni, një fshat është afër Tiranës, edhe është, si me thonë, e krijuar pi popullit, e kanë bo populli, edhe e më ka pëlqy shumë, e kum ngu në YouTube, edhe e kum lujt, e kum interpretu në shpe, më ka pëlqy edhe kum thonë du mi incizu qit valle. Po. Kjo është projekti jam i parë i jetës, kum pas projekte tjera me grup, po kjo është personal. Solo projekti i parë. Qartë. A çysh e bone me kënë realizove? Këtë projekt e kum realizu në studiot e Artan Bakia, Po. në Prishtinë kum bo atje, më ka pëlqy shumë, ma ka boj her aj instrumente tjera i ka incizu, si më thonë, lauden, harmonia që është, Po. basin, defin, tarabukin, Po. ju më shkuj kum ra violines, vijes teme, edhe ka dalë një gjohë shumë e bukur, më ka pëlqy shumë që shma ka realizuar tani. Tash kena mi po bashk. Barton Regje për të sukses e ardhmja Kosovës, kjo është muzika që ta kënaq shpirtin. Faleminderit shumë Barton. Faleminderit shumë Barton. Videoklipin e kum realizu te i shoki jemi ma ka nxjerru. Po. Rrezon Unikit cilin e përshëndes. E kum bo disa pjesë në Gjakove kum nxjerru, edhe disa pjesë që kum nxjerru vetëm në Valbon. Për mi nxjerr më të mirë. Tash kemi mi po bashk, edhe mas kësaj kena me fol edhe pak bashk edhe kena me bëj muzikë. Kena me lujt ndaj Gjithsesi. Te mu violina më prek pakës. Unë jam edhe tipi nishëm këtu. Çfarë më bë kom qellu shut. Regjia shkojmë me çet punë të Olsit. I projekti i parë jetës më pëlqej ajo që e tha.
si valle e dëgjune, po se pas na ditë që ka këtë temën. Valle a fermës, Mrikaj. Po. Interesant. Që sa e ki bolci? Kjo valle i ka vytja 1 muaj e gjys deri mu punu. Po. Si më thonë që 1 muaj e gjys ja kom nis punimeve. Tarta mbakia, mas në edhe spotim ka vanu pak deri sa u bo. E kur është dal? Kjo valle u dal para 2 ditë me s'ko shkabim. Do më thonë, a jemi të partë na qelë shumë shash? Si medium? O të part ose ditë. Ku shoj pari? Të mdoket që është RTV 21. Do më thonë Radio Gjakova jo? Ja. Shumë, okay. Se na shkojmë kështu me Radio Gjakova në shtyjem. Po e ka, se jo. Ja, nuk ka shanë. Olsi shumë bukur, bravo, komplimentet, lumshin, gishtat lumshin. Po, që na kena shumë me fol, knaqëm të bo ma abet, për ndyshe Olsin e kam edhe në mahal, edhe në gjo beb, kur ka lindë në gjo. Ta është një ky për rritë të në për plak, na prit e zëtë. Shka da mërmenja mi bodhe një diçka të mirë të lezeqme? Po më rëbojnë edhe kong. Shka dush? E bojmë edhe kong. Hajde ta shkojmë. Masi që i himë tash ma populloreve, pi bojmë një pak ma popullore. Okej. Te e kishtë tonë? Po, që të ne. Bravo Olsi. Përndyshe, shkja është punune me bisht kalit? Po, harko. Harko? Pjetë harkët janë pi bishtit kalit. Që ata shlira e mundi me pa dhe ma mirë? Jo më se prish. Jo më si prishet. Prej fijeve të bishtit kalit. Do më thonë, kali mirë! Shumë interesant. Kësa ku e ki qëtë violin? Që të violin e kam që 4 vjetë kom ble. Pasi që tash të kom kalu, mirë. Po? Pasi kom kalu tash pi violinës 3/4-ve, 3/4-tave në 4/4-tave. Se janë si pas moshës edhe që shritesh. Po. Janë pi të voglës deri te e madhja. E kjo tash është e fundit, ha? E fundit është, s'ka ma të madhe. Po, do më thonë e ke qu levelin në fund. Po. Olsi, cilat janë planet tuja tash, do më thonë është viti 3, jenë vitin e 3, është edhe i 4, apo? Jo. A është i fundit? 3 shkolla mesme. Ose na ku i kina pas ka 4, mu kanë bo pak silomsh. Tash e kanë bo 3. Klasa 10, klasa 12, ku mu kanë bo pak silomsh. Çka do më bo, Olsi, cilat janë planet tuja? Tash të planet e mija janë, i kam 2 opcione. Po. Ose me vazhdu të njetën si muzikant, edhe mi kry fakultetin e muzikës, me mësim ose diçka tjetër, ose mi vazhdu profesionin e babes, juridikin, ose mi bo 2 jatë. Edhe juridikin edhe muzikën. Po, Normal, nëse vazhdu juridikin, muzikën kur se lo? normalisht, tash kjo s'lihet mo se është me 4 tash milon. Po. Për juridik, shka për ta mërmenja, a mundësh mi kap se tash ti edhe shkollën e mesme ke pas muzikë edhe s'ki informacione për shembull rreth kontabilitetit e rreth. Tash baba më nimon pak, edhe mama, se 2 prind jurist e minimojnë pak, edhe ka ka pak të mi tregu ligjet që shenë këto, po ma shumë që më flenë zemra më flenë të muzika. Tash nuk përdi dune me mënu edhe herë ma mirë. Ani, që juridikës nuk i dela fati, juridik mund është kur dush me shku pa asni problem. Edi mirë më ngjes, edhe ne Dardanet e Londrës sot organizuam turnenë Bamirs Dajaceni Cup 2025, duke falenderuar kontributin e njerëzve të mirë, ne arritëm të mbledhim 17.000 funta.
këto do të shkojnë tek familjet me nevojë. Faleminderit nga zemra për krejt shipet tona. Halil Demiri nga England. Faleminderit shumë Halil. Edhe Sadri Loshi vëllai krenaria kombit. Faleminderit shumë Sadri. Olsi. Po. Qysh po kaloni me grupin, domethënë qysh a keni ndaj lloj menaxhimi, a ju menaxhon dikush apo bashkë më intereson se jeni shumë të ri edhe jeni shumë të suksesshëm. Po. Si me thonë menaxher e kena jo bashkë menaxher kështu, po na animon shumë me këto punë. Është babai Edrit, Edmond Stavileti, e përshëndes shumë. Po Mondi. Na ka animuar shumë, me thonë drejtën. Si me thonë pa Mondin ishte e pamundshme puna. Po. Na animon fol për çmime, fol për edhe shumicën e rasteve, po. Shumicën e rasteve na kryen edhe transportin Mondi. Po. Edhe qëllon që të me juve, edhe normalisht, po. Edhe për në tjerë na kryen transportin se... Po dhe varsisht ku shko kur, normalisht. Asjoni s'kena patent, tash na nërë 18. Dvojgjelini, hala, tash, ju pse bëni muzikë mirë, nuk ta më thonë që me marrë dhe patent para kuas. Olsi, minutave tonë veç jerdh fundin, unë të falenderoj shumë që je ardhë dhe të komplimentoj ty edhe grupin, edhe të roj shëndet e fat në karrierën tonë, pavarësisht çfarë zgjedh, a jurist apo muzikant, po ti muzikant veç je. Ka s'mundesh milon. Normalisht që fakulteti ta jep një edukim tjetër, po që edhe ideja për kontabilitet për në pëlqej ka. Po. Faleminderit. Mas pari se harrova më thon faleminderit shumë për ftesën. Po. Më vjen shumë mirë që jam në këtë ambient. Ma keni jap shansën, shumë faleminderit. Ta vas zemrën. Tash për fund, për hir të dëgjuesve, edhe një pik çfarë dush. Bën mos më kon, s'ka nevojë më kon popullore. Çfarë dush ti? Edhe i pik, edhe unë e mbylli me kaq, duke falendruar fshatin e Gjelbër, hotelin 12 Neoplas në Gjakov, hotel Kulla e Sahatit. Piharoj disa, është fabrika mbelësia dhe çokoladave Liri dhe Matise nga Prishtina në Gjakov. E mbyllim me këto tinguj të Olsi Gjoshit, duke ju uruar shëndet, pat mirë, karrierë edhe gjithat mirat. Tash ti bëj një vallë të Gjakovës, si ne bëjmë edhe me grupin. Okej. Tash më pa mundësi më ardha dhe ata djemë, ti bëjoni këtë. Ky smet herën tjetër do të vini të gjithë.